Oferta politike e socialistëve në Durrës pësoi transformim total, pasi një pjesë e konsiderueshme e fituesve të zgjedhjeve të 2021-shit u hetuan nga spaku. Gjatë prezantimit të kandidatëve për zgjedhjet e 11 majit, Edi Rama u shfaq më shumë krenar se sa përgjegjës, duke lënë të kuptohet se për herë të parë në Shqipëri drejtësia po vepron. Kjo histori nuk mund të jetë që hajdut, kështu bën bet kot. Dhe ne duhet jemi krenar, jo që nuk duhet të ulim kohë, duhet jemi krenar për faktin që përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Mandatin e 4 qeverisës Rama e kërkon me premtimin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe për këtë bëri një krahasim me Curinë e Malit të Zi, pasi dy vendet shihen nga Brukseli si pararendës në procesin e integrimit. Ka shumë njerëz që thonë, ky është muhabet kot se doni të merrni mandatin tjetër edhe krijoni këto lloj alibish, po ndërkohë po t'ishte se ishit zot do e kishit fut Shqipërinë në BE, se keni pas 12 vjet kohë, Mali i Zi i ka hapur negociatat në 2012. Ne i kemi hapur negociatat zyrtarisht dhe jemi ulur në tryez për të filluar bisedimet konkrete vetëm vjet. Dhe sot ne jemi krah për krah me Malin e Zi, dy vendet që ata i shohin si më të mundshmet për të futur në Bashkimin Evropian. Në Durrës Rama pati takime me biznese dhe qytetarë, në ndërkohë që do të vijojë turin e takimeve në të gjithë Shqipërinë, në kuadër të përgatitjes për garën elektorale të 11 majit.